Ukraina po zgjeron fushatën e sulmeve me dron ndaj objekteve energjetike ruse, duke dëmtuar rreth 10% të kapaciteteve të rafinimit të naftës së Rusisë. Sipas ekspertëve të industrisë, Kievi synon ta intensifikojë më tej këtë strategji, që tashmë ka filluar të krijojë presion të ndjeshëm në tregun e brendshëm rus të karburanteve. Sipas ekspertëve, dëmi aktual nuk është i mjaftueshëm për të tronditur industrinë gjigande ruse të naftës, por pasojat të dukshme tashmë po shfaqen si mungesa e karburanteve, ujitje të eksporteve të produkteve të rafinuara dhe rritje të tensioneve brenda sektorit. Strategjia ukrainase përfshin goditje të vazhdueshme ndaj të njëjtave rafineri, duke bërë të vështirë për Moskën në rikonstruksionin dhe riparimet. Sipas vlerësimeve, sulmet kanë prekur të paktën gjysmën e 38 komplekseve kryesore të prodhimit, duke ulur përpunimin e përditshëm të naftës. Të ardhurat nga nafta dhe gazi mbeten jetike për buxhetin rus, rreth $100 miliardë në vit, edhe pse kjo shumë ka rënë me rreth 20% krahasuar me vitin e kaluar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i ka quajtur goditjet ndaj rafinerive ruse sanksionet më të shpejta dhe më efektive, duke theksuar se ato japin rezultate në afat shumë të shkurtër kohor.